Igli Tanko si ndodhe papritura pas e doli nga shtëpia Big Brother VIP Albania. Ja çfarë po ndodh me të? Igli Tanko ka ndërprer rrugtimin e saj në Big Brother VIP Albania pas një aventure të fuqishme emocionale të saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Para se të largohej, Igli kishte 191.000 ndjekës në llogarinë e saj në Instagram. Megjithatë, pas daljes, ky numër është rritur në mënyrë drastike, aq sa ka bërë që Igli të bëjë vendimin e madh pas daljes nga shtëpia. Ajo ka vendosur që mos ta mbajë më privat faqen e saj në Instagram, teksa e ka bërë atë publike, e duke vendosur që të gjithë të komentojnë e të thënë mendimin e tyre duke mos pasur filtra. Por ajo çka ka thyer çdo rekord të mundshëm këtë edicion të çdo banori ishte rrjetja drastike e ndjekësve dhe pas këtij vendimi. Igli që kishte 191.000 ndjekës në momentin kur doli tani më ka 261.000 ndjekës, një rritje me 70.000 ndjekës vetëm për 2 ditët e fundit. Ky është tregues i qartë indikimit dhe populariteti që ka fituar në publik me sjelljen e saj, edhe pse ka shumë edhe nga ata që e kritikojnë. Kujtojmë që vetëm në vend të dytë, Gjesi, i cili është fenomen i këtij Big Brotherit, ka pasur në këto 2 ditë vetëm një rritje me 3.000 ndjekës. Gerta Gixhari me 2.1 e kështu me radhë, ndërsa Igli me 70.000. Duket se njerëzit janë të afeksionuar se çfarë do të ndodh me të, teksa Igli në daljen e parë publike tha se do të marrë disa ditë për të marrë energjitë pozitive dhe shumë shpejt do e shihni në projektet e reja. Ndërkaq nga brenda shtëpisë diçka që nuk është pritur ka ndodhur për të. Banorët të gjithë janë bashkuar pasi në sfond doli kënga e Iglit me Kjellën dhe e kanë përshëndetur këtë të fundit, duke i uruar që të jetë sa më mirë, ndërkaq që nga ana e saj Igli nuk e ka shpërndar këtë moment.